Përshëndetje miq të futbollit kosovar. Sot do të analizojmë rastet e Xhiros së 29 të Albi Mall Superligën, si dhe Xhiroen 22 të Raiffeisen Liga par grupi A, të cilën ditën e hanë janë zhvilluar 2 ndeshje, të cilat kanë qenë të transmetuar në Art Motion. Shkojmë para me ndeshjet e Ligës Sport, të cilat janë të zhvilluar ditën e hanë. Këtu kemi në minutën 55 ndeshjen Drenica me Elun me Trepçën, loja me Drenica Trepça, shiqon ndërhyrjen e lojtarit me numër 22 në lojtarin numër 7 të Drenicës, domethënë është vonuar që ta arrijë topin dhe kështu që është ndërhyrja evidente shihet në këmbën e djathtë dhe vari e fton në rishiqim bazë pamjeve që gjyqtari nuk ka marrë vendim në fushë për penalti, e fton varin në rishiqim dhe në bazë të shiqimit të pamjeve pra nga gjyqtari Krasniqi, me të drejtë akordon penalti dhe masa disciplinore karton e verdhë, sepse është ndërhyrje nxituar pa matur apo mos kokëqarse. Këtu kemi një moment të pozitës jashtë loje, në të cilën asistenti nuk e ka ngritur flamurin për pozitë jashtë loje, se që jashtë qosi e ka pozicionimin, nuk ka qenë i pozicionuar mirë që ta shet që është lojtari Trepçës më i avancuar, domethënë me ngjyrë të gjelbërt. Dhe këtu, sikur të ishte në pozitë të rregullt, shihet tërheqja e lojtarit numër 77 që është evidente që është tërheqje për penalti, kështu që gjyqtarit ka qenë më arsyeshme ose më udhshme të mos të ftohet në rishiqim, mirë përveç të komunikohet gjyqtarit kryesor se është pozitë jashtë loje, se lojtari shihet se dukshëm është më i avancuar për pozitë jashtë loje. Këtu kemi rastin e ndeshjes Frizaj Malisheva në minutën 17, kemi një ndërhyrje të kurtaj, po kjo ndërhyrje nuk ka dhe intensitet të lartë, jashtë që është në vend dhe këmba nuk është direkt në këmbën e lojtarit Verliu, por është rrshitazi, jashtë që se si rrshet këmba dhe është shihet edhe çorapa që do shkon te poshtë, domethënë është ndërhyrje rrshitazi, ku kjo ndërhyrje është hyn në kategorinë të UEFA-s numër 8, domethënë që i bie portokall apo oranj, ku me të drejtë gjyqtari ka ndëshkuar me karton të verdhë. Këtu kemi minutën 25, ku gjyqtari Nuza merr vendim në fushë për penalti, kurse pas rishiqimit të pamjeve të varit konkludojnë që nuk flitet për penalti, sepse vari ka fakt, ja kemi një shtyrje të dy anshme, shqoqose si lojtari numër 10 e mban sa driu lojtarin me numër me të zeza pra vitien, dhe këtu kemi luftë për top, domethënë kontakti është i dy palëve evident, nuk kemi të bëjmë me penalti, dhe Nuza pas rishiqimit të pamjeve në var anulon vendimin e marrën në fushë për penalti dhe lejon që topi lëshohet lëshim topit nga dora për portierin në zonën e 16 metrëshit. Kemi këtu rastin një penalti e cila përmes varit është akorduar, jashtë që kjo në kërcim të sipër lojtari jashtë e godet, domethënë në kërcim, përpara vjen goditja, atëherë vjen prekja topit me Shiqo goditjen, atëherë vjen prekja topit me gomë, domethënë është një ndërhyrje e cila është evidente dhe pas gjyqtari vendimin e fushë nuk e ka marrë për penalti, mirë për pas rishiqimit të varit akordon penalti për ekipin e Llapit.